aje ka kuptu ma për para, i kanë kuptu lajmin se Violeta ka 100% kancer, është befasu, edhe është dasht mas pari me qetsu atë, për vete s'ka mendu, për vete ka mendu vetëm ku do t'i gjej 200.000, 300.000 euro për shërim, se disha që janë kushtushme. Ka vlet njëjtë edhe për juve kjo pjesa ndështë me nda këtë lajme të tjerët për edhe? Pak ka qenë një halakam diagnostifikimin tim, më parë ka kuptu dikush tjetër se sa unë. Gjë që s'ka ditë për kontrolën time, faktikisht ka qenë bashkëshor tim, unë nuk i kam tregu, se na femnat jemi gjithë një sakrific, i mbrojmë mashkujt, dhe aje ka kuptu ma për para, i kanë kuptu lajmin se Violeta ka 100% kancer, është befasu, edhe është dasht mas pari me qetsu atë, për vete s'ka mendu, për vete ka mendu vetëm ku do t'i gjej 200.000, 300.000 euro për shërim, se disha që janë kushtushme, por po them dëshira edhe mendimi pozitiv po të shtyn që ti ta luftosh ma letë këtë betej. Në mënyrë që të jesh të ndronë edhe vetën, se mu më pa të tham një psikolog që i kemi mik të shtëpis, Violeta, deri 54 vjetë që ke jetu, du me thonë, ta ka pru kancerin e gjirit. Tash nëse nuk e ndryshon vetën, apet ka me ta pru. Pra ndaj, ndrysho tërsisht. Unë po mundona me ndryshu, po të shofim tash jeta që sfida ka në çdo moment. Zëma Linda, për juve kjo pjesa e kuptimit të lajmit edhe me antarët tjerë të familjes, ka qenë ndoshta ndonjëherë edhe më vështirë se sa vetë kur e ke kuptu pastaj me nda me tjerët? Ka qenë shumë e vështirë, sepse në familjen tem, unë kam qenë e para që jam prekur nga kjo smundje dhe shpresoj të jam e fundit. Fëmijët i kisha shumë të vegjël. Djalin i kisha 7 vjetë, ndërsa vajzën 4. Edhe se kanë besu heqë se unë kur nuk jam anku, kur e kanë kuptu qysh ma i lindës mi ndodhë kjo. Po me përkrojën e bashkëshortit shumë që gjithmonë e kam pas krah, dhe familjive tjerë, o bo gjithë shka ma e letë. Zëna Mergjyze, përmendëm edhe këtë pjesën e psikologjisë. Ka qenë edhe për juve e vështirë kjo ndarja e lajmit me të tjerët, pastaj ndoshta edhe ajo forca që jeni mundu me pas edhe për antarët tjerë të familjes edhe për veten. Veç kush e ka kuptu, kush e din, e kupton. Vështirë a kom mjaft, shok a kom për mua, se im konë një femë shumë e shënush. Kështu që lajmin e parë ka marrë vajza, e madhe. Këtë voglën e kisha në Turqi, unë s'kisha hiç dëshirë më të taku me kërkan, në familje. Djali ashtu, djali Lucia, qika madhe se kjo vogla se liti. Aman thësha veç me si të regani flutrës, se flutra ishtë në Turqi. A e më bestan përvesh, me arsën vike, mja prisha sajnë atje punën vike keq, kështu që e përballova vetë.